Kryetari i arrestuar i Bashkisë së Tiranës Erion Veliaj prej ditësh po tenton që të kundërshtoj faktet e grumbulluara nga prokuroria e posaçme, mbi bazën e të cilave ai po qëndron i paraburgosur për korrupsion pasiv në 9 raste, si dhe për pastrim të produkteve të veprës penale. Nëpërmjet statuseve në rrjetet sociale ai paraqet her pas here detaje mbi pasurinë e tij dhe të bashkëshortes Ajola Xoxa, të cilat sipas tij tregojnë se prokurorët nuk kanë asnjë bazë për ta mbajtur në arrest, por vetëm pak muaj më parë kur u thirr si deklarues në prokurorinë e posaçme, Veliaj u shpreh para prokurorëve se nuk e kishte idenë se sa lek ka bashkëshortja e tij. Sipas dokumentave gjyqësore, Erion Veliaj është pyetur në datën 26 dhjetor 2024 për një seri çështjesh financiare të tij dhe të familjes së tij. Ai ka deklaruar se nuk e di çfarë roli ka Ajola në qendrën Harabel dhe se di se si funksionon organizata jo qeveritare, ndërkohë që të gjithë dokumentat zyrtar tregojnë se bashkëshortja e tij është titullare e asaj zyre. Veliaj deklaroi se nuk e di se sa janë të ardhurat e bashkëshortes së tij nga qendra Harabel, pasi siç është shprehur, nuk është i dhënë pas lekut. Po ashtu ai ka deklaruar para prokurorëve se nuk ka asnjë dieni që prona në emër të bashkëshortes së tij i është dhënë me qira qendrës Harabel në lidhje me vlerat monetare të gjetura gjatë kontrollit të Byros Kombëtare të Hetimit në ambientet e zyrës ligjore Partner Lao të Ajola Xoxas. Veliaj është shprehur se nuk ka dieni për detaje, por di që bashkëshortja donte ta shiste një nga pronat e saj. Po ashtu ai ka deklaruar se ka njohje të përcip me Elman Abulen, një biznesmen që po qëndron në paraburgim, si hetuar në të njëjtën çështje me kryebashkiakun e Tiranës. Gjithashtu Veliaj ka deklaruar se nuk ka dieni për fondet e Bashkisë së Tiranës që kanë kaluar tek Këshilli Rinor Kombëtar, qendra Byla, apo për pagesat në formë sponsorizimi ose blerje të biznesmenëve të ndryshëm tek organizatat e lidhura me bashkëshorten e tij Ajola Xoxa. Në dokumentat e SPAK thuhet se Veliaj jo vetëm ka pasur dieni për aktivitetin e organizatave të bashkëshortes, por dhe interesoi për ecurinë e tyre. Për të konfirmuar dieninë e tij, prokuroria e posaçme ka përmendur në dokumentat e saj biseda të zhvilluara mes Ajola Xoxës dhe bashkëpunëtorëve të saj, ku flitej për angazhimet e Veliajit për llogari të aktiviteteve të menaxhuara nga grupi i qendrave të bashkëshortes së tij.